A e dini përse restorantet shërbejnë gjithmonë bukë para pjatës kryesore? Arsyeja do ju befasoj. Pse na serviret buka në restorante para ushqimit ose porosisë? Edhe pse shumica prej nesh nuk e kanë menduar kur arsyeën e kësaj praktike, ka një arsye domethënëse që ndiqet nga ky rregull. Është një shenjë mikpritjes. Kur i mikpret njerëzit në shtëpi ose në restorantin tuaj, jepi bukë për t'i bërë të ditur se janë të mikpritur. Kjo traditë ka mbijetuar deri më sot, është një mënyrë për t'u dhënë darkuesve diçka për të bërë përpara se të mbërrijë ushqimi. Kur ulen në një tryez restoranti, zakonisht jeni të uritur, por mund të duhet pak kohë që ushqimi të arrijë. Në vend që të lini klientin të ulet duar bosh, të urritur dhe të shikoni darkuesit e tjerë duke shijuar ushqimet e tyre, vendosja e bukës në tryez në përgatitje për ardhjën e vaktit i mban ata të lumtur dhe i pengon ata që të bëhen të padurueshëm. Është një teknikë e cila mund të ndiqet nga të gjithë.